Angazhimi i palodhur i kryetarit të shoqatës së biznesmenëve Tukijat Ragip Qesko tashmë e mori suksesshëm për bashkëpunimet të bizneseve Turqi-Kosovë. Ka arritur pas një pune mbi 6 muaj të sjellë finalizimin e një investimi që pritet ta bëjë kompania Iliria Film Studio. Kjo kompani e njohur pritet që sipas drejtorit financiar të kësaj kompanie, zotri Murat Soral, i cili falenderoi për mirëpritjen vëllazërore që është bërë në shtetin Vëlla në Kosovë. Ai ka falendëruar edhe kryetarin e shoqatës Tukijat, zotrin Ragip Qesko, i cili ka ofruar gjithë angazhimin e tij të vendosur për këtë bashkëpunim. Buraya yapacağımız yatırımda bize öncülük yapan. Ai falenderoi dhe shoqatën OCAIT dhe tashmë investimet në Kosovë do të bëhen me prioritet për të prezantuar në mbar botën kulturën, artin dhe turizmin kosovar, e veçanërisht këtu në Prizren. Them Prizren sepse duhet rëndësia e trashëgimisë së këtij qyteti. Këtu do të ndërtohet edhe selia e incizimeve për të gjitha incizimet që do të bëhen për art, kulturë. Incizimet do të bëhen në Netflix, Disney Play. Zëvendës drejtori i kësaj kompanie filmike, zotri Engin Savurkan, ka folur për mirëpritjen që është bërë nga qeveria e Kosovës dhe mbështetjen e ofruar. Ai tregon se do të ndërtohet ndërtesa për incizimin e filmave në mbar Kosovën, e cila ka lartësinë prej 10 milion euro për të gjitha projektet e incizimeve, tashmë nga fjala e fundit në Netflix, Disney e Play, ku do të bëhen të gjitha incizimet brenda Kosovës. Prishtina'da kuracağımız film stüdyolarıyla birlikte E në këtë marrëveshje është edhe fakti për bashkëpunim të universiteteve të Kosovës, ku aktorët kosovar do të arrijnë studimet profesionale si dhe aktorët e roleve për dubler filmash, veçoi zotri Engin. Derisa me këtë rast kryetari i shoqatës Tukijat, zotri Ragip Qesko, ka falendëruar për gjithë këtë bashkëpunim e sidomos edhe gatishmërinë e qeverisë së Kosovës. Këto investime kanë për qëllim të rrisin mundësinë e punësimit të rinjve e po kështu plasimin e traditës së artit dhe turizmit kosovar para botës, tha ai. Është një investim bukur i madh që normal do të ketë njohje Kosova, së pari në art, pastaj në turizëm, sepse incizimet që do të bëhen në emër të Netflixit dhe në emër të Disneyt, si dhe firmave më të njohtura me renome botërore, Kosova do të njoftohet edhe nga filmet, produktet e Kosovës që e ka. Unë jam tepër i kënaqur me këtë angazhim që kemi pas gati 6 muaj. Investimi së pari brenda një viti do të jetë gati për afërsisht 10 milion euro, ku të gjitha mjetet do të dislokohen në Kosovë. Do të jenë të punësuar, edhe rinia jonë njëkohësisht do të ketë edhe mundësi që të dalin aktor të ri në këtë lëmi. Mesazhi jonë është që të jemi pak më sinqert, edhe njëkohësisht që kësa here me një, si them, gjuhë aq të butë edhe aq të bukur na kanë mirë pritur këtë ofertën tonë dhe ja ku jemi, sepse bashkëpunimi mes të gjitha institucioneve relevante e bon këtë krijimin. Nuk është, si të them, nuk është as pak të arrihet ky cilë, sepse një investim qaq e madhe dhe për ekonominë e Kosovës do të jetë shumë e mirëpritur si dhe normalisht që edhe rinia jonë, ku e kemi edhe kapacitetet tona, rinia jonë është shumë i aftë për këtë limit të jenë aktor njohur botëror. Unë ju falenderoj edhe njerë së pari të vëbesën që është gjithmonë në anën tonë dhe na për krah edhe normal që e njofton mediat. Faleminderit edhe për juve. Angazhimi i palodhur i zotri Ragip Qeskos tashmë është shumë evident të sjell investitor sidomos nga Turqia në Kosovë. Ndërto me prodhime vendore.